Pas disa ditësh seancash të tensionuara, parlamenti rifilloi punimet normale. Megjithse nuk munguan shqetësimet e opozitës për numrin e madh të projektligjeve dhe marrëveshjeve që duhej diskutuar dhe miratuar. Po të fusësh 19 projektligje kaq të rëndësishme në një seancë është për t'i kaluar kot, për t'i hedhur syve shqiptarëve, publikut. Pse duhet ta bëjmë ne këtë gjë? Pse nuk shtojmë seancat? Është kërkuar dhe më parë nga kolegët e mi. Hajde të shtojmë seancat e parlamentit. Nuk ka asnjë ndalesë për ta bërë një gjë të tillë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në përgjigje kërkoi që 4 prej pikave të rendit të ditës të kalojnë për shqyrtim në seancën e ardhshme. Do të kërkoja shtyrjen për një javë të shqyrtimit të 4 projektligjeve në rendin e ditës. Projektligji i parë që kërkojmë shtyrjen, dhe shtyrjen në fakt që të jem korrekt nuk po e kërkoj për propozimin e kolegut, por në një farë mënyre kanë të njëjtin qëllim, ka të bëjë me faktin që janë projektligje të cilat duhen rakorduar fjalë për fjalë me Komisionin Evropian. Deputetët socialistë Erion Braça dhe Tauland Balla janë përfshirë në replika në seancën plenare sa i takon aktit normativ për rishpërndarjen e buxhetit 2025. Braça replikoi me kreun e grupit socialist dhe me ministrat Petrit Malaj dhe Blendi Klosi. Qeveria thot 15 miliard, ndërkohë që unë mendoj që deficiti nuk është realizuar për 30 miliard. Dhe këtu dua të them dy gjëra. E para mbi gjitha i kërkoj kryetarit grupit tim parlamentar. Si të votoj sot kryetar? Se është propozimi im ky. I votuar kundër, vetëm pak ditë më përpara. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, këtu ka para të tjera për t'i çuar, për të paguar dhe shlyer detyrimet. Kryetari i grupit socialist Balla sqaroi se për disa propozime të Braçës nuk mund të plotësohen. Akti normativ nuk mund të ndryshohet dot sot. Ai o miratohet o gëzohet. Amendamente mbi aktin nuk bëjmë dot. Një tjetër pikë e diskutimit ishte fondi prej 2.2 milion eurosh për sportin e padelit që Braça e kundërshtoi, por u mbrojt fuqishëm nga ministri Klosi. Që ashtu si kolegë kritikuan edhe organizimin në Shqipëri të turit ndërkombëtar ciklistik, i cili prodhoi si asnjëherë tjetër një reklam të jashtëzakonshme për Shqipërinë, për vendet më të bukura të saj, në një transmetim disa ditor në të gjitha televizionet sportive, por pse jo, dhe në miliona, në mos miliard shikues imazhin e Shqipërisë, edhe këto aktivitete të reja, ashtu siç është dhe mbështetja. Politikat buxhetore sektoriale nuk bëhen sipas dëshirës, apo sipas afeksionit që cili do ministër, deputet e kështu me radh ka për një sport caktuar. Blendi për padelin, Taulandi për boksin, unë për ping-pongun, unë për ping-pongun, një tjetër për shahun e kështu me radh. Jo, nuk bëhet kështu. Tani, këto para që janë këtu, në këtë akt normativ nuk janë para për të mbështetur sportin e padelit. Blendi do vazhdoj ta bëj sportin e padelit me lekët e veta. Këto para janë për kuota pjesëmarrje në këto aktivitete. Tani 2.2 milion euro për kuota pjesëmarrje në aktivitetet tash më vjen keq, po janë shumë para. Pavarësisht debatit, socialistët dhe opozita nuk arritën të gjejnë konsensus prej disa prej fondeve të propozuara. Parlamenti do të vijojë punën me shqyrtimin e 20 projektligjeve dhe marrëveshjeve të tjera, ndërsa tensionet mes palëve duket se do të mbeten pjesë e diskutimeve në seancat e ardhshme.